ideja, do me thonë, është që me kriju një farë bazamenti të shërbimeve edhe të politikave që mbi të cilët na mundemi me ndërtu në vitet e radhës, për mi ofru personave që kanë sot mendime për vëdërrasje, shërbime edhe me mbështetje që nuk e kanë. Këtë kjo me idenë që shifrat e vëdërrasjes mi reduktu sa ma shumë që është mundën dhe kur të mëjna numrin 0. Peticioni kërkon prej kuvendit që ata me formu një draft ligj për parandalim të vëdërrasjes. Ky draft ligj, sipas kërkesave që i kanë dorëzu, duhet me para pa shërbime klinike për persona që kanë mendime për vëdërrasje, shërbime jo klinike, do me thonë jashtë psikiatrisë, jashtë qendrave shëndetit mendor, shërbime sociale që mundën mi ofru, me bashkëpunu, me obligu institucionet që ata me pas mrena politikave të në të brendshme strategji për parandalim të vëdërrasjes, për shembull shkollat, policia që ka po bojnë ato për me parandalu vëdërrasjen, me punu me media që raportimi i vëdërrasjeve më konë sa ma etik, me pas rrugë specifike që mundën mi marë komunitetet jo shumicë, komunitetet LGBT, gratë, do me thonë kushdo që mënët do me thonë më konë ma rezikume prej vëdërrasjes me pas rrugë të veçanta për ta që me mëri do me thonë që ato grupe që kanë nevojë mas shumëti për mbështetje, edhe formalizimi, institucionalizimi i linjes të jetës. Edhe gjithashtu largimi, krimi do me thonë i udhëzuesve administrativ që mundën me ndihmu në kufizimin e mjeteve apo metodave që përdoren zakonisht për vetvrasje. Këtë që to pika, kuvendi duhet më ullë tash, se me qenë se u dorëzu peticioni, me formu një komision, mrena me deputet që i kanë, për me e hartu si projekt ligj të ri. Edhe na vina aty si monitorus të proceset, edhe gjithashtu japim edhe feedback të tëne, për të i përfaqësuar personat që kanë tentu në vëdërrasje ma herët, ose që kanë mendime për vëdërrasje sot, edhe që kanë nevojat të tëne. Kur të formohet që ky ligj, mas ne edhe kjo ka me dojnë në konsultime publike, edhe keni me pas mundësi edhe ju si qytetar me e shqyrtu edhe me dërgu edhe ju komentet që ka me nëne. Po ideja, do me thonë, është që me kriju një farë bazamenti të shërbimeve edhe të politikave që mbi të cilët na mundemi me ndërtu në vitet e radhës, për mi ofru personave që kanë sot mendime për vëdërrasje, shërbime edhe me mbështetje që nuk e kanë. Për shembull, dikush që ka mendime për vëdërrasje që është për arsye financiare. Ata nashta kanë nevojë me i siguru banim të vëllitshëm, ose nashta kanë nevojë për mbështetje domethënë financiare që sot s'u marrin për shkak se nuk kanë domethënë ndaj arsye tjetër për me marrë social pos që kanë mendime për vëdërrasje, po që ligji nuk e njeh. Domethënë këtë çto pika lara mani të ndryshme të problemeve që mundën mi pas personat që kanë mendime për vëdërrasje, mi para pa, sot që kena mundësi me qëtë leq. E masni na vite tjera me ndërtu mbi të, për çka gjena që në zbrastina të tjera. Këtë kjo me idenë që shifrat e vëdërrasjes mi reduktu sa ma shumë që është mundën dhe kur të mëjna numrin 0.